Diçka me ekses, diçka jo, ha? Kur mendon që do të shkoni ju në vështirësi? Po. Hajtë, më tjetë është do të një. You're a journalist? No, I'm nothing. You're a soldier? No, I am technic. So what do Kosovo Press, what do they do? Sagen, wer ist der, was ist seine Arbeit? Mund të thuash kush je, çka ishte puna juaj përpara, çka keni punuar përpara? Unë me profesion jam ekonomist i diplomuar, gjithsej kam punuar 3 vjet në ndërmarrjen shtetërore Bashkësia e Sigurimit të personave dhe të pasurisë Kosova në Prishtinë. Pas atyre 3 viteve jam burgos si burgosur politik dhe I kam vojtur 5 vite burg izolues në qytetin Zrenjanin të Vojvodinës. Pas daljes nga burgu në vitin 1991, kam filluar të merrem me një zanat gjithësisht me prodhimin e tepijeve të Leshit, me të cilën punë jam marrë edhe gjatë burgut. Me një fjalë kam marrë edhe një zanat në burg për prodhimin e tepijeve. Kam filluar prodhimin e tepijeve në vitin 1991 me 3 punëtore, pastaj kam arrit një sukses edhe në sektorin e prodhimit, duke arrit që firmën time të quajtur Teuta ta bëj një ndër firmat më të suksesshme prodhuese. Për punën tonë këtu. Pas burgosjes për herë të dytë në vitin 1994, prap kam vazhduar me prodhimin e tepiheve dhe në vitin 1996 e kam ndërprer këtë prodhim për arsye të gjobitjeve të mëdha nga ana e regjimit serb. Kështu që jam detyruar ta ndërpres prodhimin dhe pas fillimit të luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës në vitin 1997 kam filluar të merrem me përgatitjen e punës time që ta jap kontributin tim edhe në këtë drejtim, kështu që në vitin 1998, në qershor të vitit 1998, jam kyqur në ushtrinë qeverimtare të Kosovës, në fillim si ushtar I thjesht, e pastaj më vonë edhe si epror I njësitit ushtarak të fshatit Këpuz të Dushkajës. Mirë po, me ftesën e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që të kyqem në sektorin e ekonomisë dhe të financave, me qenë se jam ekonomist I diplomuar, kam ardhur dhe kam kaluar në këtë zonë, në zonën e Drenicës qendrore. Me një fjalë, pas vendosjes, gjithsesi vendimit të shtabit përgjithshëm të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, që të themeloj institucionin e Radios Kosova e Lirë, jam kyq në këtë institucion të jap kontributin tim modest. Me një fjalë, kam filluar të punoj si speaker I parë I Radios Kosova e Lirë. Gjë që prej asaj date, pra prej 4 janarit të vitit 1999, ditën kur ka filluar punën për herë të parë Radio Kosova e Lirë, edhe sot e kësaj dite e jap këtë kontributimin si vetmi speaker I Radios Kosova e Lirë deri në shlirimin e plot të Kosovës nga regjimi pushtues barbar serb. Ta kupton. Po. Që kanë gjuhë, çka kanë bëu, jo vizvenin më se kallzo. Po. Me thon, çush sulme që janë bëu për që 2 muaj sa. Po. A kupton? Po. Prej sa kohë, prej fillimit kështu. Në fillim me ti din, s'kam ato. Po. Sidomos intensive që 2 muaj. Mirë po prej muajit janar deri në muajin qershor kemi pas edhe peripetit tona intensive, probleme të njëpasnjëshme, me një fjalë kemi pas granatime të përditshme nga ana e okupatorit serb në tërë zonën tonë ushtarake të kësaj treve. Mirë po sidomos granatime intensive dhe bombardime të parreshtura kemi pas që nga muaji prill, nga fillimi në të vërtetë që nga 28 marsi, 4 ditë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s,
edhe bombardimet e okupatorit serb janë intensifikuar posaçërisht më 28 mars. Dhe konkretisht në institucionin e Radios Kosova e Lirë, okupatori serb na ka gjuajtur edhe me bomba, me kaset bomba, të quajtur kaset bomba, me 8 kaset bomba me datën 28 mars, kështu që për fat të mirë, për pak metra kemi arritur të shpëtojmë bombardimit të objektit të Radios Kosova e Lirë. Prap me 1 prill, në kanë granatuar me raketa tok-tok, okupatorët serb, në të njëjtin vend, por për fat edhe atë datë kemi arritur të shpëtojmë më të keqes, kështu që edhe sot e kësaj dite ekipa komplete e realizimit të programit të Radios Kosova e Lirë është e shëndosh si trup e realizimit të programit Kosova e Lirë dhe punon edhe sot e kësaj dite me bombardime të rreshtura mbi pozicionet tona, jo vetëm të Radios Kosova e Lirë, por për fat të keq edhe mbi pozicionet e popullatës civile, në të cilat kjo popullat është fshehur dhe gjendet edhe sot e kësaj dite e kapluar nga uria, nga etja dhe nga vujtjet e një pasnjëshme të okupatorit serb. Aqui me mora sana? Unë shish,